Ma ka ndru vend votimi pa njoftim pa kurgjesh. Jo, spritova valla, erdha diqysh. Këtë ditë e shenjtë është dita e demokracisë. Urane. Beka është i sinqert edhe është konkret. Kojna derte, jo se buni këto ato. Pres veç me hap rrugë jo me mbyll, kur gjë tjetër. A pret ma mirë se që u ponë? Besoj që po në qatë se ndrova, qatë se që shtoj jo. Qka pret një atë vitet arshme, se qytetari Prishtinë? Qa kemi prit, shola fitan vetë vendosë. Po shola pres mi mirë ma mirë, edhe i mirë i fitoft. Shola ndreqim pak që të Prishtina në neve diçka në animojnë që shto. Shola mirë bëhat. Pres shumë, sigurisht ndrime pak Prishtinë, bare mu rregullu që të farë komunikacioni një edhe bërlogu, ose A betorinë. shpresën që ka mu bu ma mira? Shpresoj, që sigurisht shpresoj, mësë më shpresoj, shpresa vdes e fundit. Për Bek Berishën. Për Bek Berishën? Pse për Bekaj? Beka është i sinqert edhe është konkret, edhe është praktik. Nuk është fjollë kështu, kena me bëhet do të bojmë do anej. Në konë që është Beka këshumë shpresu. Për këta tjerë, pak skeptik. Besëm që gjithka ma mirë. Qka ma mirë? Gjithka për të armën tonë, gjithka ma mirë për të armën tonë, për fëmijët tonë. A shpresoni që ka mu bu ma mira pas një zgjidhjeve? Presëm dhe ma të mira. Vota është, dhe më thonë, një drejtë e domosdoshme dhe vetëm me votën tonë mund të bëjmë ndryshime. E mandej mos të kojna derte, jo se buni këto ato, për shkak se, do me thonë, tash të zgjedhurit tonë, vorën nga vota jonë, pa ashtu e përfatsoj këshilloj kush e shikon mediumin e juj që le ta kuptojnë që vota jo nuk o vetëm votë për t'ju dhënë privilegje, por është votë për t'ju kërku llogaridhënie. Dhe në atë moment kur qytetari i Kosovës e kupton çfarë do të thotë të kërkosh llogaridhënie, do të thonë ajo nuk kupton që ata nuk do të jenë të gjithfuqishëm aty, por do të jenë vetëm në shërbimin tonë. Po ndonjëherë jena ka pak si të prirur, do të thotë gjithmonë me gjetë diçka mangësi, por megjithatë prap duhet, për shembull Prishtina duhet shkarkohet e para nga trafiku shumë i madh, për arsye se kjo i pengon qytetarët e Kosovës, leje përveç vajtjeve të rregullta të planifikume, po imagjinoni kur i kena rastet e sëmura, imagjinoni për shembull ora kur është 15 në 4 pas dite, deri ora 5, do me thonë, më njerë është një shqetësim sa do të mush të arrish. Në këtë drejtim, do me thonë, mendohet bëhet një planifikim, që të shkarkohet, në anën tjetër ka dhe shumë të tjera, po megjithatë nuk është krejt vetëm zeza me përmend, kam thonë ka përparime, por duhet ne të kërkojmë ende më shumë. Ma ka ndru vend votimi pa njoftim pa kurgjesh. Edhe ju, me sa mora vesh këni votu, hajnë në dënë qëto? Kër le rrit, kër shkollën që të edhe pa njoftim pa kurgjesh ma ka ndru vend votimin. Edhe më thotë shkët e fakultet teknik. Le rritin që të ma halë 8 vjetë e kumë kry shkollën që të pa njoftim pa kurgjesh. A vetë që shkandot që kjo? Nuk e dije, përsa po pe pres dikon marë që të. Mendoj që zgjedhjet lokale janë zgjedhje shumë të rëndësishme, se komunat janë ato ku ne lindmi fëmijët, rrismi fëmijët, vetë plakmi ku e gjojmë një kuptim të madh të jetës tonë. Prandaj unë duke pas kohëve të fundit një lëndim të kamës, kam vendosur në këtë gjendje që jam, të dalë dhe të votoj dhe i ftoj gjithë qytetarët që dalin dhe të votojnë për ata që donë të votojnë dhe i mbështesin preferencët e tyre politike. Vota është besim, vota ka të bëjmë me të ardhmen e Kosovës dhe të çdo individi. Prandaj është një ditë e shenjtë, është dita e demokracisë. Prej obligimeve kryesore apo parimeve të shenjta të obligimit për secilin i cili thot vetës që është qytetari në vendin demokratik, është të marrësh pjesë në zgjedhje, të voton dhe ta delegon besimin përmes votës, apo të ndëshkon dikën përmes votës. Unë e kam përjetuar në karrierën time politike që 25 vjet edhe mbështetjen edhe ndëshkimin, dhe çdo herë qytetarët se si votojnë kanë të drejtë se si votojnë. Prandaj i ftoj që të marrin pjesë në votim dhe të votojnë. Gjë e rëndësishme është që të votojnë. Kë votojnë është çështje individuale e tyre. Shpresojmë i bëjmë infrastrukturën më mirë, ekonominë më mirë, më na hek këta pengesa që i kemi gjithashtu dhe fitoft më mirë. Çfarë më thon tjetër? Çka pritni? Ç'i pritni? Visht mira, me mënu mirë, po pritin tjetër rrës, po pritin. Visht mirat. A pritni më mirë se çto 4 vita? Edhe më mirë ka më bo. 83. A pritove marrë me votu? Jo, spritova valla, erdha diqysh. Po, qysh jo ma mirë.
Për këta më bo se na e kullotëm përmenojnë a plesht. Hajde ditën e mirë. Le të fitoj më i miri. Kush është më i miri për ty? Atë është çështje private. E çka pret 4 vitet e tashme? Gjitha të mirat. Për shembull, Kejt me infrastrukturë, me punësim me kejt. a je koni pak në ardi tash? Shumë. A ki shpresa? Shpresa dhe se fundit. Wallahi, qefi ju është më po mirë. E inshallah fiton më i miri. Çka është mirë për ty? Çka pret ndryshe? Çka pret më mirë? Ndryshe, pa duhet me jesë për para, mos Për me shembull, me stagnu. rruga, çka nuk je i kënaqur ti? Duhet me rrugë, me arsim, me kulturë, me shkollë, me tëna. A ki shpresë që ka më bo më mirë për kryeqytetin? Kismet ka më po më mirë.